Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, kënaqësi të takojmë sërish edhe në këtë javë. Sonte do të flasim rreth sfidave kryesore që përballen gratë, shëndetin riprodhues, infertilitetin dhe shumë tema tjera që prekin drejt për drejt jetën dhe mirëqenien e grave. Të gjitha këto do t'i flasim me ginekologun Dr. Dërgot Alio. Doktor, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit edhe juve për ftesën. Doktor, fillimisht dëshiroj ta nisi nga karriera juaj. Keni filluar karrierën nga vitet e 80-ta. Si kujtoni atë periudhë dhe cilat janë ato sfidat që jeni përballur ju si mjek i ri? Punën si mjek kam filluar vitin 1988, në kohën ndashte më të vështirë në atë kohë për Kosovën përgjithësi, jo që për mjekësi, po është dashtë. Kemi fillu, punën e parë kom fillu jashtë Prishtinës. Prishtinë në atë kohë ka qenë problem, mu inkadru. Kom punu në Malishef. Në Malishef kom punu ca vite. Atje kemi udhëtu çdo ditë, kemi qenë një 4 mjek pi Prishtinës që kemi udhëtu. Po kemi qenë ambulanta Malishef, kemi qenë gjithë shqiptar. S'kemi pas probleme në atë kohë, përveç që ajo tim që në ka nxjerr probleme asën. Pastaj edhe specializimin e kom kryp, në vitin 94, kom fillu me punu, ka ardha e koha pastaj që largimin nga institucionet publike, në një farë mënyre kemi fillu deshtëm ne apës deshtëm për ekzistencë, në atë kohë kemi fillu sektorin privat me punu. Në fillim kom punu në Ferizajnë sektorin privat, në atë kohë me një spital. Pastaj vitin 1996, mars vitit 1996, e kom hapë spitalin tim privat, Lindja, me seli ka qenë po 2 javë. Vitin 96, edhe deri bombardimet e NATO-s, kur kanë ardhur, atje kemi punu. Pastaj, pas luftës, kom fillu në QKU, në klinikën ginekologjike, po një vite gjysë 2 s'kom punu ma tepër, prape kom hapë spitalin në Prishtinë këtu edhe sot e kësaj dite funksionoj si spitali Lindja, si pronari i spitalit Lindja. Doktor, duke pa që spitali Lindja ka sukses shumë të madh, në ditët e sotit flitet qaq shumë për to, kisha dashur me ditë si ndjeni ju në këto çaste kur e shihni që keni arritur një sukses të madh në spitalin e juaj. Shefe, të gjithë që punojmë për një gjendje ekonomike, ta kemi familjare ase. Mirë po, krenaria ma e madhe, sidomos në këtë periudhë kur i ki arrit për shembull ekonomikisht, mu stabilizu, krenari ma të madhe ke kur ndin lavdata nga pacientët, nga përcjellësit, nga gjithë. Ajo është diçka që na mban edhe një farë mënyre na obligon me punu mënyrë më pastër të mundshme që mundemi me punu. Po. Doktor, të ndalemi pak tek problemet ginekologjike që hasen tek ne në Kosovë, sidomos tek gratë. Cilat janë ato problemet më të shpeshta që kanë? Problemet më të shpeshta ginekologjike janë infekcionet e ndryshme. Infekcionet e ndryshme që paraqiten qoftë nga pak kujdesia që i bëhet, qoftë edhe nga neglizhimi që i bëhet. Hajde, shumica ndomë kaloj, më shkoj. Ekziston ai hezitimi ende te ginekologu për pak me shkuese, për fat ketë një pjesë e popullatës që gjithë. Mirë po infekcionet, ditë sotit mjekon, po infekcionet të cilat nuk mjekon, dojnë pasoja pak në tardmën edhe të femrat në përgjithësi. Ashtu që apeli jem është pa marrë parasysh do bëjë kontroll në sektorin publik, në privat nuk është me rëndësi ajo, duhet bërë kontrolla nëse shifet që ka në infekcionet shpeshta, se duhet mjekë. Shumë balet është mjekimi në fillim paraqitjes infekcione se pas një kohë gjatë. Po, sa shpesh bëhen vizita tek ne në Kosovë? A ka më shumë në privat ose të shtetit, të themi ashtu? Apo nuk ka rëndësi kjo pjesë? Nuk ka rëndësi aq fort. Një pjesë e popullatës që ndoshta pak në aspektin material janë pak ma mirë, ata shumica e bojnë
në privat edhe I bojnë edhe analizat më të shpeshta dhe si. Për fat një pjesë e popullatës kanë edhe shërbime, kanë sigurime shëndetësore, edhe ata sigurimi shëndetësor I tyre ja mbulon, edhe ma let vendosin me ardhë edhe për analizat për të bërë, po edhe për kontrola ose pa teste, apo diçka në përgjithësi që duhen bërë. Ashtë kjo më shumë e çështje e besimit? Është edhe çështje e besimit. Ne si Kosovë jemi një shtet relativisht I vogël. Edhe shumë shpejt mirët vesh e mira dhe e keqa dikujt. Ashtu që pacientët mos ta them marrin informata për shoqërisë, për gjitha dhe vendosin pastaj ku do e bëjnë një kontroll. Po. Doktor, të ndalemi pak tek tema e ciklit menstrual tek femrat. Pra të disa gra përjetohet me dhimbje, të disa jo. Por kemi gjatë ciklit menstrual edhe ndryshimin e humorit. Po si mund të ja bëjnë ato gra të cilat kanë ato dhimbjet e padurueshme? Dhimbjet më të padurueshme gjatë ciklit menstrual ose një ditë para ciklit menstrual është kur të paraqiten endometriomat. Çka është endometrioma? Endometrioma është një farë lloj sëmundje kur gjakderdhja nuk paraqitet vetëm në mitër, ku normalisht duhet, po paraqitet edhe jashtë mitës. Paraqitet në vezore, mundet edhe në zor, ato japin dhimbje të hatashme. Dhimbje, mos them nganjëherë janë aq dhimbje të shprehuna që janë edhe padurueshme, e shpesh përfundojnë edhe me operacione. Shpesh përveç përdorimit të barnave, analgjetikëve të ndryshëm për zbutjen e dhimbjeve. Po kur nuk arrihet të zbutjeve e dhimbjeve, atëherë edhe veç intervenimet operative e bojnë rregullimin. Kemi dëgjuar që shpesh femrat gjatë dhimbjeve të padurueshme marrin edhe injeksione. A janë të preferueshme to? Po kur janë dhimbjet e shprehura mjaft, është trauma ajo dhimbje. Për femrën është traumatike nëse është një dhimbje e cila nuk kalon me një tablet në zakonshme, ase nuk është në një dam, ase mirë, po nëse miret një kohë gjatë edhe bëhet shprehi, ajo është veç diçka tjetër. Po. Kemi në kohën e fundit në raportet mjekësore kemi periudhën e ciklit menstrual. Periudha e ciklit menstrual, pra doktor, e kemi shfaqur në kohë të mëhershme nga mosha 13 deri 16-17. Tash kemi nga mosha 9 vjeçare. Pse po ndodh kjo? Pse është stili I jetesës apo çfarë po ndikon? Këtu ndikon edhe përmirësimi I stilit jetesës, kualiteti I jetesës, edhe gjitha e bojnë ato dhe jo vetëm paraqitja e ciklit, edhe vonesat mbarimi I ciklit fillon me një moshë shumë të vjetër, se në krasim. Përpara nëse ka qenë 40 vjeçar, tash 48-50 vjeçar, për shembull edhe cikël ka, domethënë menopauza paraqitet shumë më vonë. E te mosha e re te vajzat e reja paraqitet tash mosha 9-10 vjeçare, veç paraqitet cikli para shumë viteve, në fillim të karrierës time, për shembull ka qenë edhe 3-14 vite kur u paraqit për herë parë cikli, po tash përmirësimi I standardit e përmirëson edhe jetën, se edhe vetë jetë gjatësia u zgjat. Nuk është mo, për shembull gjatësi 50-60 vjeçare, tash u zgjat edhe jetë gjatësia edhe këto zgjaten. A është kjo pjesë edhe stresit edhe jeta moderne, pra që ndikojnë, mund të themi edhe tek fertiliteti? Stresi mundet me bëj çrregullime të ciklit, dhimbje jo, stresi nuk mundet me shkaktu, mundet me paraqit do një cizë, do një endometriom, do një shka, a stresi jo, po edhe dhimbja, si dhimbja është individuale. Dikush e përjeton dhimbjen shumë ma fort, njëjtën dhimbje, të një paciente po të ma botat dhimbja dhe ma lete përballon kthimin atje, se është e padurueshme përse në 4-5 ditë sa zgjat një cikël me pas dhimbje të forta shumë. Po. Doktor, të ndalemi pak edhe tek infertiliteti apo fertiliteti sot. Cilat janë faktorët që ndikojnë në të dyja? Kështu, si pikë e parë duhet ta cekë infertiliteti nuk është vetëm femëror. Infertiliteti në përqindje botnore është 20% infertilitet femëror, 20% është infertilitet mashkullor dhe 20% paraqitet të dytë nga pak kur është. Ka pak probleme
gruaja pak burri edhe e paraqitet asaj. Domethënë infertiliteti mashkullor është kur është numri, lëvishmëria e spermatozoideve më e vogla dhe llogaritet si një infertilitet mashkullor. Infertiliteti femëror më tepër paraqitet për shkak infeksioneve jo të trajtuara si duhet. Kur infeksionet paraqiten dhe nuk trajtohen si duhet, vjet deri te mbyllja e kanaleve të cilat komunikojnë qeliza vezë mashkullore me qelizën vezë femërore edhe sumin te kontakti. Është një ndër faktorët ajo. To paraqiten përveç infeksione te femrat mas shpeshti paraqitet edhe prej apendiksit, zorës qore. Nëse vjet deri te pëlsitja apo diçka e zorës qore në moshën më re, shumë shpesh ndikon të mbyllja që ative kanaleve. Që kjo është një ndër faktorët e madh. Pastaj ka edhe faktor tjetër, për shembull, kemi edhe faktor kur për shembull te një femër normalisht qelizat nuk funksionojnë se janë policistik apo asaj, atë për një tretman tjetër, jo tretman më i madh, se po ka diagnozat shumëta që mund paraqiten që janë shkaktar të infertilitetit femëror ose mashkullor, po për fat mirë, sot ekzistojnë mënyra të ndryshme që për fat mirë po zgjidhet ky problem. Doktor, e shohim që çiftet në kohë të sodit nuk po mund të krijojnë as familje. Ku qëndron problemi dhe kur duhet të fillojnë ata të shqetësohen për këtë gjë? Çiftet që skrijojnë familje, një ndër shkaktarët e madh është martesat e vonshme. Martesat mbi moshën 38 vjeçare, ta flas kështu parafërsisht. Mundësia e shtatzanive është më e vogël, ekziston mundet edhe me atë moshë, po zvoglohet mundësia për shembull edhe këto probleme që i çekëm mungesa vezorëve të femra ose mungesa qelizave dhe spermatozoideve të mashkullit ndikojnë te mbetja pa trashëgimtare, ashtu ta them, po për fat mirë po them sot teknologjia e mjekimit të infertilitetit, si ati mashkullore, si ati femëror, kam rrinë në një fazë me vërtet të madhe, ashtu që vështirë është me mbetë sot pa fëmijë nëse nuk i dhe punë as gjavet. Po, a mendon që kjo është për shkak të karrierës? Si mendon këtë punë ti? Po, është një ndër faktorët, është edhe karriera, po jo me një përqindje shumë të madhe, tena për fat mirë. Tena për fat mirë nuk është karriera që se ndashtë e ka rënë numri i shtatzanive, për shembull dikush që ka karrierë, mase nuk i bën 3 fëmijë, 4 fëmijë apo se, po bile thot ta kam një, pastaj e kam një farë trashëgimi te na s'ma merr mendje. Ma tepër është neglizhenca dhe ato infeksionet e pamjekume, po kemi edhe do probleme që janë të linduna. Kemi edhe probleme që janë të linduna, për shembull edhe të ana mashkullore edhe të ana femërore që nuk lejojnë shtatzanin eventuale. Po, doktor, të ndalemi tek paptesti, a ka ende hezitime nga gratë që dëshirojnë me bo, prapë nuk e bojnë, ku qëndron problemi të kja? Problemi paptestit, du të marrë veç një shembull që është në shtetet e perëndimit. Nëse një grua nuk shkon të bën paptestin një vit, ata thirrin obligative me legjet, ka obligative ta krijon ta bën një papatest. Duke shikuar edhe në aspektin ekonomik, se shteti i konvenon, nëse nuk mjekohet një papatest, ajo paciente do të bëjë operacione, mjekime i kushton ajo. Ashtu që nuk ka kosto papatesti, është madh nëse bëhet spaku një herë në vit. Ashtu sa propozohet. Te ne një dopsi është ende, ndoshta 25 vite pas luftës, nuk kemi ala protokollet smundjeve. Për kur formohet protokolli smundjeve, obligohen pacientët për shembull dhe lexojnë edhe atë ligj si që për shembull po duka një vit me bë papatestin. Edhe
edhe e bojnë për shembull papatestin njerë vit obliga pa marrë parasysh që po del mirë, ku fati me do gjithmonë mirë, po e bën papatestin. Se ta shpjegoj vetë për një pjesë popullatës që nuk e din çka papatesti, është një metodë shumë e lehtë, nuk është një metodë që ka dhimbje apo diçka marrja e patë, është shumë e thjeshtë, por papatesti na tregon a do të paraqitet dhe apo paraqitet një smundje karcinomatoze apo jo. Për shembull, edhe nëse paraqitet, intervenimi është shumë më i vogël edhe mjekimi është shumë i thjeshtë edhe më e nëse e lojmë edhe shtash kanceri i qafës mitrës, që është goxha i shpesht në suaza botnore, paraqitet mitër për hapet edhe jashtë mitrës, atër intervenimet janë pak shumë problematike. Doktor, sa i përket profesionit juaj, a ka ndonjë sfidë që e keni kaluar më lehtë apo edhe më rënd? Si kaloni sfida gjatë profesionit të juaj, duke qenë se keni një profesion mjaft delikat? Shefe, na profesioni i ginekologjisë, mos ta them pse jam vetë ginekolog, po dallon për lamive tjera të mjekësisë. Se te na pjesa dërmuese e popullatës vjen që janë të shëndetshëm. Vjen një paciente me lindë ose më operu me lindë me operacion, është e shëndetshme, nuk është e smut. Nëse ndodh diçka e keqe, komentet janë keq më ndryshe. Se në disa lami tjera vjen për shembull me infarkt tamam, me infarkt zemrës, nëse pështon mirë, po edhe nëse vdes, valla infarkt pat edhe s'pështoj. Është lami më e ndihshme edhe plus ne për shembull shumicën e rasteve, sidomos me akusheri, kemi të bëjmë me 2 persona, me nanën edhe fëmin, që është e përgjithësi më e posaçme ajo, ashtu që ginekologjia, nëse nuk e përjeton çdo pacient si antar të familjes tonë, është vështirë me ekzistu. Pa marrë parasysh, unë jam gjatë sektorin privat, po nuk e them ato që pa ekonomikisht s'punoj, po shpesh për shembull nëse dikush ka, unë e ka derën e hapën, se kam atë problem, për fat mirë, 30 vite funksionoj, kemi pas mirë punë, ku me ekzistu mirë, s'është diçka problematike. Po nëse ndodhin abortet, pra në rastet e shtatzënave, si komentoni këto? Abortet ndodhin këtë botën, domethënë nuk është diçka se abortet e pa dëshirueshme mund ndodhin edhe për shkak kontrollave jo adekuate, për shkak kontrollave jo të shpeshta, për shkak problemeve që mund të kenë, se domethënë duhen një tretman tjetër shtatzania e ka, ato që e thash edhe në fillim, sikur të ekzistonin protokollet e smundjeve, atëherë edhe pacienti e kishte ditë që unë gjatë shtatzanisë, po duke kam kontrollu javën e 5, javën e 10, javën e edhe krijohet një farë besimi që nuk po më thot mjeku që duhet mu kontrollu, po duhet unë mu kontrollu, se abortet janë, jo që është veç humbja një shtatzanisë, po është traumë për nanën, traumë psiqike, për shembull, nëse për shembull ndodh një abort i dëshirueshëm, tjetër ato abortet e pa dëshirueshme është diçka, pa kur është shtatzania dëshirueshme, është problem. Është ma problem. Doktor, ka çifte që ende i vizitojnë mjekët popullor, sa e shihni të arsyeshme vizitën tek ta? Kështu na ndashtë ekziston ajo pak shumë më shumë. Ekziston ajo. Sikur të ekziston të mjekimi popullor, këtë bota këshim punun që drejtim mjekësisë popullore. Unë e kuptoj nëse dikush psiqikisht nuk është stabil, edhe e krijon një farë vetbesimit e dikush edhe psiqikisht e stabilizon. Ama smundjet mirë popullore me mjeku është e pamundur. Me gjithë këtë mjekësi që kam rri, mjekësia botnore, nuk me marrë mjekësinë kosovare, mjekësia botnore kam rri, shumë probleme, shumë smundje, probleme është mjeku e sa. Do të thonë nuk i preferoni vizitat tek më mirë tek ginekologu se sa. Ja, personalisht jo, absolutikisht. Çka kam e mjeku për shembull një mjek popullor, një çift, nëse i ka bllokuar kanalet e mitrës, as nuk e di ai. Perëndia si perëndinë, nëse i ka bllokuar kanale, s'u ndihmon për një shtatzanie eventuale. Domethënë, se janë në botë ekziston jo veç mjekësi, pa e gjetë problemin, s'u ne zgjidh problemin.
E për shembull problemin si mundet një mjek ta thom kështu mjek thojza popullor, ta zgjidh një problem ku nuk e di ku është problemi. Na me gjithë këtë edukim, shkollim, trajnime, sen, kemi raste që kusë ne gjejmë problemin. Kemi raste pas, jo më një mjek po, ato ndodhin. Janë, ndodhin ato s'kemi shka i bo. Doktor, të falenderoj për krejt këshilla dhe informacionit që dhe i për shikuesit tanë. Faleminderit edhe juve edhe suksese. Shikues të nderuar, ka që kishim saj përket këtij emisionit. Natën e mirë dhe shihemi në emisionet e radhës.